Një nga historianët që shmarr me këtë, unë dua ta falenderoj edhe për bashkëpunimin që unë kam pasur dhe unë e çmoj shumë si historian Bardosh Gaçe, dhe është një biograf modern i Ismail Qemalit, është njeriu që ka bërë studime për figurën e Ismail Qemalit, të thelluara, e theksoj këtë, ai nuk ka dyshime. Ai është i bindur që Ismail Qemali është helmuar. Dëshmia e pronarit të hotelit që sjell Gaçe është unikale. Historiani Gaçe ka takuar personalisht pronarin sot të hotelit, djalin e pronarit që ishte gjatë kohës kur vdiq në momentin kur vdiq Ismail Qemali. Pronari i hotelit pak momente përpara se ndronte jetë, i është drejtuar të bijës. Më fali, jo të birit, të bijës. Duke i thënë, po vdes me një peng, kryeministri i Shqipërisë ma helmuan këtu në hotel. Dhe këto ja ka thënë e bija, ja ka thënë historianit i njohur Bardosh Gaçe. Kjo është një dëshmi që Bardosh Gaçe e thot me zë, me figurë, dhe unë e kam në libër, të cituar, Bardosh Gaçe. Kemi edhe një dëshmi tjetër. Fatushe Shedula, shërbëtorja e Ismail Qemalit, e sjell nga studiusi Kolizodze në librin e tij, dhe Kolizodze një gazetar, një historian, një studius i klasit të lartë, edhe pse ishte gjatë regjimit komunist, ai ka botimet e tij me fakte. Nëse i heq vetëm pjesën e indoktrinimit, me të vërtetë janë referenca të shkëlqyera për çdo studius. Ja çfarë thot shërbëtorja personale, shërbëtorja e Ismail Qemalit. Plakun patriote e helmuar në kafe, në kafene. Pasi i kishte pirë kafe, i kishin filluar dhimbjet e mëdha në stomak. Plaku kishte thirrur me gojën e tij, me helmuar e më pas vdiq. Tani, djali që ishte në krah thot këtë, shërbëtorja thot këtë, do kemi dhe provat të tjera poshtë. Diçka ishte hedhur në 2 filxhanët e kafes që ishin duke pirë kafe, dhe i biri dhe jati, pra dhe temi i biri dhe babai Ismail Vlora. E ndërsa plaku i gjorë ndroi jetë, i biri kaloi shumë perpecin në spital. Fal lavazheve të forta, moshës së re, por dhe fizikut, ai ishte ushtarak dhe kishte një fizik goxha të mirë dhe organizëm të sprovuar, nuk vdiq. Por pasojat e tij i mbetën e tem Vlorës nga ky moment pothuajse gjatë gjithë jetës. Dyshimet kthehen në bindje kur kjo grua besnike e shkroi në ditarin e saj faktin se Ismail Qemali ishte helmuar, por edhe ajo vet u gjete helmuar në vitet 30 kur erdhi me banim në Tiranë, si për ta mbyllur fare që kishin të bënin me një vrasje, u zhduk edhe ditari Fatushës. Pra, ajo vet në vitet 30 u gjete helmuar, vdiq, shërbëtorja, dhe ditari që ajo mbante u zhduk. Fati është që ditarin kishte marrë pjesë nga ditari Kolizodze. Kjo është misteri, ky është misteri. Enigmat e vdekjes. Sot jemi 107 vjet nga vrasja. Është vështirë, po jo e pamundur që të nxjerrësh konkluzione. Por faktet janë, edhe një herë lutem konferencën, sallën e konferencave, Ismail Qemali nuk i është dhënë ndihma e parë dhe e dur mjekësore. Pas shqetësimeve të vjedhave që kishte, të dhënat e grumbulluara tregojnë se ekipi mjekësor shkoi me shumë vonesë, sa nuk arrit të jepte fare ndihmë. E vetmja punë e mjekëve ishte kryer formaliteteve pas vdekjes së tij. Dhe në fakt nuk kanë dyshime, por vërtetojnë se kemi të bëjmë me një helmim. Mjeku ligjor që ka kthyer kufomën ka lëshuar një deklaratë e cila përmban shumë gabime. Së pari, në fakt, unë kam të dyja ato raportet mjekësore, nëse është mundur regjia, mund mi paraqes. Shkruan se Ismail Qemali ka vdekur me 26 janar, kur në fakt vdekja ndodhi me 24 janar. Kemi këtu data, 26 janar. Edhe orë 23:50 minuta, në fakt ka vdekur në 24 janar. Mjeku ligjor shkruan se kthyrjen e kufomës ka bërë 27 janar, pra 3 ditë pas vdekjes, fotoja tjetër. Kur në fakt duhet bënte ditën e vdekjes. Këtu janë gjithë të dhënat. 27 janar. Një pagujdesi e tillë, më thonë se pagujdesi, ngjall shumë dyshime lidhur me shkaqjet e kësaj vonese. Së treti, mjeku ligjor shkruan se varrosja duhet të bëhet pas 27 janarit për një arsye se që vetëm ai e ka ditur. Nuk e di pse e ka shkruar mjeku këtë. Dhe si për të bërë pirg faktet kundër, mjeku nuk ka vendosur as emrin në fund të kësaj deklarate. Ja teksti i formularit origjinal. Komuna e Perugjës. Uni në shkruari sanitar deklaroi që ka vizituar trupin e Ismail Qemal Vlorës, i biri i Mahmudi dhe Edies, 75 vjeç, lindur në Vlorë, banues në hotel Brufani, që vdiq me 26 janar 1919 në ora 23:50 nga hemorragjia cerebrale. Deklaroi se kjo kufom mund të transportohet brenda disa orësh dhe të varroset pas datës 27 janar 1919. Sanitari, firma, emri nuk e ka vendosur.
Por versioni i helmimit i vendoset kapaku nga zyra e gjendjes civile të Perugjas, që i referohet raportit mjekësisë ligjore teksa shpreh se deklarata e sanitarit për shkakun e vdekjes së Ismail Qemalit është e paqartë. Ja çfarë shkruhet në raportin zyrtar të kësaj zyre. Komuna e Perugjas, zyra e gjendjes civile, raporti nekroskopik. Deklarata e sanitarit për hemorragjinë cerebrale si shkaku i vdekjes së Ismail Qemalit është e paqartë, shkruan zyra e gjendjes civile. Zyrtari i gjendjes civile Gabellini Era Gabellini. Por provat për helmim shtohen me kalimin e viteve. Pas kryes së formaliteteve të vdekjes në Itali, u bë balsamosja e kufomës. Balsamosja. Është balsamosur trupi i Ismail Qemalit, që mori 2 javë kohë dhe më pas trupi u solli në Shqipëri për t'u varrosur në Kanin. Por në vitin 1932, varri u hap për t'u varrosur për të dytë Vlorë, aty ku ndodhet edhe sot. Këqyrja e kufomës gjatë zhvarrimit nxori fakte të reja. Në raportin e zhvarrimit të kufomës shkruhet: në trupin e kufomës Ismail Qemalit nuk kishte asnjë lloj balsami dhe kufoma është gjysmë e dekompozuar. Tani, kur ajo balsamoset, ajo është siç është ka qenë në momentin kur është balsamosur. Ndërkohë, kur e kanë hapur arkivolin, trupi ishte dekompozuar komplet, nuk ishte. Atëherë çfarë ishte kjo lloj balsamosje? Si ka mundësi që dekompozohet trupi kur dihen aq mirë cilësitë e balsamit? Sot ende në tokë zbulon të paprishura mumje mijëra vjeçare. Prandaj si ka mundësi të dekompozohet një kufome balsamosur pas 13 vjetësh? Pra gjithçka çon konkluzionin se Ismail Qemal Vlorën e vran me një metodë që ishte mod në asaj kohe për helmim. Në atë kohë ka ndodhur shumë vrasje të këtij lloji, pra me helmim.